nuk e arë këtë dynja me zanë dynja. Mësumona, se së në nëzën. Anë ti nga masaj, po kemu këputu nga masaj, a më kemu këput, dhe s'kime nëzën, dhe fundja veç ata ka saktuar i madhe zë. Por nuk je kriju për dynja. Dynjaja është krijuar për ty, o robi Zotit. Ti je kriju me madhëru Allah. E që po dynja? Po dynjaja është mjet për të jetuar. Feja jonë është feja të gjithë pejgamberëve. Feja jonë, përpas që është feja adhurimit, feja tauhidit, me fjalës la ilaha illallah, është feja e ibadetit. E ibadetit adhurimit, e Allahu ka thamë, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kam kriju njerëzit dhe as gjinët për tjetër përpas që të më adhuroj, la ilaha illallah. Pra, nuk e arë këtë dynja me zanë dynja. Mësumona, se së në nëzën. Anë ti nga masaj, po kemu këputu nga masaj, a më kemu këput, dhe s'kime nëzën, dhe fundja veç ata që ta ka saktuar i madhe zë. Por nuk je kriju për dynja. Dynjaja është krijuar për ty, o robi Zotit. Ti je kriju me madhëru Allah. E që po dynja? Po dynjaja është mjet për të jetuar. Sigur se ky mikrofon që është mjet për me na lehtësu neve mund dëgjue pa vështërsi. Për ndryshe, ish dash më ngrit në kam e me bërtit fort, e ta në më kishtë tërzamë. Lehtësim, tamam? Ose, vend se marë në kamon, apo me kamion, apo ta djone me kalja, me gomara, pe i Prishtinës me bo një avdë të rrugë, ne kemi arë me automobil për 3 orë, se zëtë një pa u gjurë. Po mjetë është me jetu, mjetë. Po nuk është sënim kryesor i robit këtë dynja. E këto gaboj njerëzit shumica absolute. Po dje keq gaboj musliman. Ti thu vlat, gjuma, falë, do të me punu. Po ty bëjë mjerekite, ja ti mjereki. Se ata që punojnë, ata as do të më falë, as ma agjiru, për ta fja zvlenë, ja, më qfarë. Se këta që falën, ta s'punojnë, as nuk hajnë, as nuk pinë, ta e njerës tjerë. Po t'ja, po t'i që për fletë. Arsyja do të me punu. Pra ti që ke krijuar për dynja. Jo për me adhuru Allah. Ama mës harrëse për këthën të kundërtën, për këthën prapë. Dhe kjo ka me të kushtu. Sepse Allah për thotë, nuk i kam krijuar për tjetër, për pas që të me adhuroj. Me adhuru Allah, në me adhuruar në këtë dynja. E për neve është kriju dynjaja, për neve është kriju dhe gjeneti. Për neve kriju dhe gjeneti. Pra njeri është më i madhë se sa më bëra rabi dynjas. E këj shkretin sani bëhet rabi dynjas. E dëdhimet, se shkatron veten, dhe sen s'fiton. Por vrap, ka kuptu prap. Sa ka kuptu marë. Namaz dynjas, ama jo me qitë dynjan para dinit, sepse jemi kriju me adhuru Allahun Azza wa Jall.